Sa nuk mund të arrijë atje ku pretendon, megjithatë loja e saj në momente është ndëshkuar nga gjyqtarët pa fajin e tyre. Na kujtohet ai gjujtja për 3 pikë e basketbollistit Vllaznin Anderson, nuk gjykohet faull dënohen 3 gjyqtarët, megjithatë humbja regjistrohet. Pastaj kemi edhe ndeshjen e mbrëmshme apo parmbrëm, Po të shtunë, kur vllaznimi, gjyqtarët treguan kështu të balancuar sa i përket largimit nga fusha të Majers, i cili e godet lojtarin e vllaznimit Walkerin. Ndërkaq gjyqtari shkon e shikon ekranin atë reviews edhe merr qëndrim i cili është i balancuar sa i përket atmosferës, që nuk ishte atmosferë në ndeshjen në Mitrovic. Unë mendoj që janë këto gabime të vogla që po i kushtojnë vllaznimit. Një skuadër e organizuar mirë, një skuadër që mund të them është skuadër që duhet ta respektojnë jo vetëm gjyqtarët, jo vetëm ekipet kundërshtare, mirë, por duhet ta respektojmë ne në përgjithësi, nga se është një skuadër që me shumë vështirësi arrin deri te mjetet e edhim, çfarë është situata në Gjakov, situata ekonomike, mirë po është ai djaloshi, ai Ideal Bakia, i cili bën gjitha për ta mbajtur në këtë nivel skuadrën e vllaznimit, ndërkaq me këto problemet që i ka vllaznimi, mund të shohim nesër që do të dorëzohen gjithë këta njerëz që qëndrojnë rreth vllaznimit. Unë nuk di pse, ata janë organizatorë të mirë. Edhe kryesia, edhe treneri janë në nivelin e detyrës, lojtarët nuk bëjnë probleme. Gjithçka është në kjo është anë pozitive e skuadrës vllaznimit, mirë po me gjyqtarë nuk po qëndrojnë mirë, ndoshta do të punojnë edhe në këtë aspekt.